Njerëzit janë armiq të asaj që nuk e din. Kjo thënie mbreslënse nxjerr në pat tendencën njerëzore për të frikësuar dhe për t'ju kundërvënë gjërave që janë të paditura ose të panjohura për ta. Për ta sqaruar rëndësinë e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për shpjegim. Allahu vazhdimisht thekson rëndësinë e diturisë dhe të kuptuarit në Kuran. Në surën Huxhurat, ajeti 6, Allahu thot: "O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë për të mos i bërë dëm dokujt nga mosdijenia e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë." Ky ajet i nxit muslimanët të kërkojnë njohuri dhe të verifikojnë informacionin përpara se të gjykojnë ose të ndërmarrin veprime. Për më tepër, në surën Huxhurat ajeti 7, Allahu thot: "Dhe dijeni se në mes jush gjendet i dërguari i Perëndis, sikur ai t'ju dëgjonte juve në shumë gjëra, ju do të kishit pësuar, por Perëndia disave prej jush ua ka bërë të këndshëm besimin dhe ua ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, e ua ka urryer juve mohimin nga të rresat dhe mëkatet, të tillët janë në rrugën e drejtë." Ky ajet nxjerr në parë rëndësinë e të poseduarit dituri dhe besim, pasi i dallon besimtarët nga ata që e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të ignorancës së tyre. Duke u thelluar mbi këtë thënie të Imam Aliut në dritën e këtyre vargjeve kuranore, kuptojmë se ignoranca është një pengesë për unitetin, harmoninë dhe paqen. Kur njerëzve u mungon dituria, ata janë të privuar ndaj keqkuptimeve, stereotipave dhe paragjykimeve, të cilat mund të çojnë në konflikte dhe ndarje brenda shoqërisë. Prandaj, është detyrë e muslimanëve që të kërkojnë njohuri dhe mirëkuptim, jo vetëm për fenë e tyre, por edhe për besimin, kulturën dhe perspektivat e tjera. Duke vepruar kështu, ata mund të kapërcejnë ignorancën e tyre dhe të promovojnë tolerancën, ndjeshmërinë dhe respektimin ndaj të tjerëve. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pamas, na inkurajon të thyejmë ciklin e ignorancës dhe armiqësisë, duke kërkuar dituri dhe duke nxitur mirëkuptimin. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si përkujtesë për muslimanët që të përpiqen për dituri dhe mirëkuptim. Ai na nxit të kapërcejmë ignorancën dhe paragjykimet tona dhe të promovojmë unitetin, dëmshurinë dhe paqen në ndërveprimet tona me të tjerët. Duke kërkuar njohuri dhe duke përqafuar diversitetin, ne mund të ndërtojmë ura mirëkuptimi dhe të punojmë drejt një shoqërie më harmonike dhe gjithëpërfshirëse. Allahu na dhënë urtësi dhe udhëzim për të ndjekur mësimet e Imam Aliut dhe të përpiqemi për dituri dhe mirëkuptim.